Të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës për natën e sonte, një dramë e vërtet. Një histori që unë nuk dua ta besoj që ekzistojnë fenomene të këtilla edhe në vitin 2025. Këtë herë do të flasim për një dashuri të pamundur. Unë them që gjithmonë e kam thënë lumë ato që e marrin atë që duan vetë. Mirë ato që nuk janë në krah të njëri tjetrit atë që dashurojnë. Të mos jesh në krah të njëri tjetrit të njeriu që e do me shpirt do të thotë që ti lufton edhe vuan për të mbijetuar dhe për të qenë i lumtur. Dhe pikërisht, historia e djalit që do dëgjoni bëhet fjalë për një dashuri të pamundur, një dashuri që nuk lejohet nga vëllezërit e vajzës. Nata kishte rënë si një perde e zezë mbi qytetin tim, por brenda shpirtit tim ishte një fortunë. Ula pranë dritares, ku shpesh ria duke e pritur, dhe fryma ime ende mbante aromën e duarve të saj. Duar që nuk I mbaja më dot. Drita e telefonit ndizej, një fotografi e saj, buzëqeshja që dikur më jepte jetë, e sot më gëris zemrën. E takova një ditë të zakonshme, por ajo ditë u bë pika e kthesës së jetës sime. Ishte ulur në një stol, me flokët që I lëkundeshin, nga era dhe me një libër në dorë. U afrova për ta pyetur për kohën, por heshta kur pash sytë e saj. Ishin të qetë edhe shumë të thellë. Si diçka që unë e kisha kërkuar prej shumë vitesh. Të duhet diçka? Më tha ajo me zë të butë. Nuk më duhej ko, më duhej ajo. Edhe nuk e dija akoma. Ditët kaluan, takimet tona u bën të përditshme. Flisnim me orë të tëra, qeshnim, ndanim dhimbje, ëndra, frikëra. Sa më shumë që e njihja, aq më shumë e doja. Edhe një natë ndërsa që ndronim tek ura e vjetër, ajo më tha, jam e lumtur kur jam me ty. Ai moment ishte premtimi I parë që zemrat tona I dhan njëra tjetrës dashurinë. Por çdo dashuri ka sfidat e veta. E jona pati luftën. Kur familja e saj mësoi për ne, gjithçka u kthye në ferë. Ata nuk e pëlqyeni Den, nuk u interesonte se sa e doja, as sa e lumtur ishte ajo me mua. Ata ishin të ashpër, të rritur në një mentalitet ku vajza nuk pëlqen, por jepet. Ku zemra e saj nuk pyetet, por komandohet. Një nga vëllezërit e saj tha, ai nuk është për ty, harroje. Por ajo nuk u tërhoq. Qëndroi përballë tyre, duke thënë, unë e dua. Vajza tha me lot në sy. Kjo fjali ndezi zemërimin në familje, që nga ajo ditë filluan të na ndjekin, të na vëzhgojnë, të na ndërpresin çdo takim. Një mbrëmje teksa po e përcjellja deri te rruga e shtëpisë, nga errësira u shfaqën dy vëllezërit e saj. Më kapën për dorë, më shtyn pas murit. Unë nuk fola, ata nuk më lanë. Mos ju afro më, më tha njëri me një shikim që të ngrinte gjakun. Po e the një fjalë tjetër, dije që do ta gjesh shumë keq, më tha tjetri. Ajo doli me lotët në sy duke bërtitur, lëreni ju lutem. Por ata e tërhoqën zvar mbrapa portës, ndërsa unë beta jashtë, duke dëgjuar zërin e saj që e thëriste emrin tim.
Ditët kaluan me heshtje, por heshtja e saj më vrau më shumë se çdo kërcënim. Më shkruan të fshehurazi, më kanë marrë telefonin, nuk më lënë që të dal, po më kontrollojnë çdo gjë. Mos më braktis. Nuk e braktisa, por ndjesha I pafuqishëm. Dua ta marr, ta mbaj për dore, ta mbroj. Por sa herë që afrohesha, ata dilnin përpara. E pash një ditë nga larg. Ajo ecte si një vajzë që nuk ka më forcë. Më pa dhe në atë sekond, syt I shkëlqyen. Pastaj u shuan sërish kur vëllau I saj I tha, mos shiko ande. Dhe ja uli kokën me dorë. Nuk duroja dot më. Shkova te shtëpia e saj, vendosa që t'i flisja babait të saj. Të kërkoja drejtësinë. Por përpara derës më dolën të 3 vëllezërit e saj dhe burri I motrës. U afruan centimetër për centimetër. Njëri më kapi nga jakat edhe ma bëri, a do që të zhdukesh apo do ta provojmë ndryshe. Nuk e merr as me të mirë as me të keq. Fjalët e tyre më ndjenjën si thika. Nuk doja luftë, doja vetëm të flisja, por ato nuk donin mendimin tim, donin heshtjen time. Ajo doli në shkallë e bardhë, në fytyrë me duar që I dridheshin. Ju lutem mos e prekni, ai nuk ka faj. Ata e futën brenda me forcë, ajo derisa u thëriste mos u largo. Dhe aty dera u mbyll përgjithmonë. Të nesërmen më dërgoi një video. Ishte ulur në krevat, fytyra e saj ishte zbehur, sytë e saj ishin të skuqur nga lotët. Nuk po më lën as të flas, as të qaj, as të jetoj si dua unë. Nuk dua të humbas, më thonte, por ndihem jam rop në shpinën time. Pash video 100 herë. Çdo herë dëgjoja, dora më dridhej, zemra më shtypte, brinjët. Si mund t'i thoja që gjithçka do t'rregulloj kur unë vetë nuk besoja më. Vendosa të luftoj deri në fund. Jo me grusht, jo me zjarr, jo me urrejtje, por me dashuri, me durim edhe me forcë. I shkrova letra fshehurazi, I lash mesazhet e miku I saj. I çova lule me dikë që nuk e njihnin. Dhe një natë ajo më dërgoi zërin e saj. Po luftoj për ty, mos u largo. Unë jam këtu dhe nëse më mbyllin, zemra ime rihapur vetëm për ty. Ky zë më mbajti gjallë. Ky zë ishte dëshmia që dashuria jo nuk vdiq. Edhe pse të gjithë luftuan kundër saj. Sot unë ende jam duke e pritur. Nuk e di se çfarë do të na sjellë nesërmja, por e di një gjë. Ajo më mësoi se çfarë është dashuria.